dëm shpërbleje në kuptimin më pozitiv të fjalës. Qartë. Lura, doja që ta vazhdonim bashk. Këto zhvillime të fundit në kuadrin e ridimensionimit të raporteve mes Europës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pas samitit të sotëm të Tiranës, ku unë ndjeva një konsolidim të bashkëpunimit të 5 apo 6 vendimarse në kontinentin tonë, si që përmëndi dhe ambasador Cufaj, ju e shihni të konsolidohet kjo rritje e bashkëpunimit me qëllim që Europa të funksionojë më mirë si e tillë, por në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Po, besoj që edhe kur u takuan liderët në Londër, mbas deklaratave të Trumpit atëherë, edhe tani shifet një tendencë për të krijuar një front më të bashkuar brenda Bashkimit Evropian dhe jo vetëm mes 6 shteteve që përmendet. Por, domethënë, këtu edhe besoj deri diku fakti që Trumpi dhe politika e tij e jashtme janë të paparashikueshme në shumë mënyra, deri diku ndihmon, sepse ajo e çon edhe mesazhin që për këto shkaqe duhet Bashkimi Evropian dhe Shtetet Evropiane të jenë sa më të vendosura që të besin relevante. Kështu që edhe pse paparashikueshmëria e Trumpit na bën gjithë ndoshta të ndihemi jo rehat, në aspektin e afrimit të politikave të jashtme të Shteteve të Bashkimit Evropian ka qenë një zhvillim i mirë. Edhe besoj që këtu edhe ne si Shtetet të Ballkanit Perëndimor dalim deri diku fituese, sepse këtu njëra nga pikët kryesore të politikës të jashtme të Bashkimit Evropian ka qenë gjithmonë zgjerimi, vazhdon edhe të jetë i përmendur. Fakti që tani me zhvillimet gjeopolitike u kthye prap në tryezë sistema e zgjerimit me një seriozitet të ri, po ashtu tregon një lëvizje pozitive për ne, dhe është pozitive që po mbahet samiti në Tiranë, por në të njëjtën kohë do doja këtu të thoja që gjithmonë, ndoshta pse unë jam nga Maqedonia e Veriut, edhe di që gjërat nuk shkojnë gjithmonë ashtu siç i kemi planifikuar. Gjithmonë ekziston një hapësirë për të qenë të kujdesshëm, ndoshta edhe pse jam person që ka dëshirë të jap shpresë, ndonjëherë duhet jemi edhe nga aspekti që të presim edhe gjërat më shkojnë ashtu si mendojmë që do shkojnë, domethënë nga më pozitivja. Edhe them këtë vetëm për shkak se mendoj që kjo duhet të na përgatisë edhe Shtetet e Ballkanit Perëndimor që të përgatiten edhe me vizione të reja edhe për domethënë drejt Bashkimit Evropian gjithmonë, në aspektin e çfarë vizionesh dhe çfarë mënyrash tjera do kishim për të bashkëpunuar bashkë me ta. Edhe një pyetje të fundit, Lura, para se të falenderoj. E ndjeve këtë qasje të Bashkimit Evropian dhe të Europës më pozitive dhe më të fuqishme, Andi përmendi pak më herët marrëveshjen strategjike me Shqipërinë, por kryeministri Mickovski nënvizoi dhe një marrëveshje tjetër strategjike të rëndësishme të sigurisë mes Britanisë së Madhe dhe Maqedonisë së Veriut. Pra duket sikur vëmendja vjen dhe përqendrohet edhe në këtë oborrin e Bashkimit Evropian që quhet Ballkan. Po, domethënë sepse besoj që gjithmonë ka ekzistuar kjo idea që Ballkani edhe se çfarë do në Ballkan është diçka e rëndësishme edhe për Bashkimin Evropian. Edhe këtu e shohim edhe në aspektin e sigurisë, ky rifokusim edhe në Ballkanin Perëndimor mendoj që e tregon një pjesë të kësaj historie që është më e gjatë, që nuk lind vetëm me pushtimin me invazionin e Ukrainës nga Rusia, por mendoj që duhet të jemi prapë të kujteshëm në aspektin që shumë nga zhvillimet e reja janë të përqendruar në fushën e sigurisë. Edhe këtu, edhe pse kjo është e rëndësishme dhe nuk do doja të argumentoja që nuk është po ashtu është e rëndësishme edhe zhvillimet e demokracisë në Shtetet e Ballkanit Perëndimor dhe gjetja e partnerëve që do na ndihmonte në fuqizimet e praktikave demokratike në secilin shtet të Ballkanit Perëndimor dhe jo vetëm të sigurisë, sepse nuk do doja të shifja një lëvizje, siç e dini ka shumë kritik ose akademik që kanë folur për faktin se si deri tani është preferuar stabiliteti në Ballkan ndonjëherë në kurrizë të demokracisë.
Po, dhe nuk do doja që kjo të bëjë një dileme re, si që edhe disa akademik kanë paralajmëruar, ku fokusi është aq shumë mbi sigurinë, sa që është siguria, stabiliteti dhe pastaj demokracia. Do doja që të shitja një ndërveprim të këtyre tre fushave. Lura, të falenderoj sinqerisht për kohën dhe opinionet që ndave me ne. Jam shumë mirënjohës. Fundjavë të mbarë në vazhdim. Andi, edhe një pyetje